Përshëndetje! Mirë se në Kritë dhe Piper, unë jam Alfio. Unë Indriti. Dhe sot do japim një recetë që të bëni tap mazite. O tap ose tropikale, si ku jeni në Bregdet, sepse kemi një tiramisu tropikale se radhe, ku do na duhet pak vodka me mente, edhe shumë e mirë. Rinin për njerëz që preferojnë party. Do thonë, duhet një adrenalin super për me qenë pak në formë dhe edhe këtë tiramisu, nëse shoqëron edhe me një mojito, jeni gati. Perfekte. Mungon edhe një plazh shumë me palma, edhe po thuaj se nuk jeni në Shqipëri. Por edhe çatat e vogla, po nuk e kemi. Çatat, duhet çatat. Shumë e rëndësishme që kemi thënë një herë për apelsinat duhet gjitha gramaturat e sakta, kështu që merrni fletoren, shenoni gjitha gramaturat e recetes, shenoni gjitha procedurat, se edhe procedurat e shumë të rëndësishme. Edhe vazhdojmë. Sipas me të shënon në akull, po në diell. Në akull, në diell. Sipas të Si në plazh ku kalon ujë, fshihet gjëra. Shenoni me shtyllap fletoria. Edhe vazhdojmë me recetën. Vaj! Tiramisu tropikale. Për 6 persona ju duhen një pako biskota savoiardi, 8 vezë, një ananas, një ark kokosi, 300 ml vodka me mente, 250 gram sheqer, 500 gram mascarpone, 300 ml pana, një shkop vanilje, 2 lajm, 10 pisalis. Pra, si thamë, për më bot tap, mjafton tani një tiramisu. Për tiramisu në alkoholizuar, do na duhet pana, mascarpone, sheqer, janë ca bazike që duhen për tiramisut, vodka me mente, lajm, edhe kemi këto frutat egzotike, që është lajmi, ark kokosi dhe ananasi, shumë interesante. Edhe përveç savoiardive që janë klasike për tiramisun, kemi biskotat amareta. Amareti janë fantastike, kanë një aromë shumë karakteristike të tyre dhe jep recetës një shumë e mirë. Shije fantastike. Tani, fillojmë direkt nga vezët, edhe sepse do rrahim me shpudha, vezët me sheqerin. Vezët me sheqerin, si gjithmonë të mëlsira. Vetëm të verdhën e vezës, shumë e rëndësishme. Mbani të bardhat, sepse mund të bëjmë me fyshet. Edhe, nga që nuk duhet të lodhen fare, sepse është vapë dhe nuk duhet të dirësis, do përdorim një mikser sot. Që të bëhet sheqeri me vezën, shumë kremoz. Kini kujdes mos ngatroni se gjithmonë kjo procedura bardhen këtu të kuqen andej, levoshkat andej, gaboni ndonjëherë hidhni të bardhët këtë kuqet edhe kështu edhe du dalë të levoshkat. Ke levoshkat edhe levoshka ke bardha, bojmë i lamsh. Ola! Edhe një të kuqen e fundit. Hoppala! Whip. Perfekt. Normalisht përdorni vezë sa më të freskëta, higjienike, marketet Konad, janë fantastike. Hop. Super. Ja, pra ku kemi. Pra, si gjithmonë, veza me sheqerin. Mikserin, edhe bëjmë qik biceps. Ajo. Edhe gas. Bëhet biceps me këto. Hopla, i bërzimi e mirë, edhe pasaj sa t'jenë të bërzira në maksimum që të bëjmë një super krem. Shumë e rëndësishme që sheqeri të shkrihet mirë me të verdhët e vezëve. Unë ndërkohë po përgatis edhe pjesët tjetër që janë ananasi dhe arra e kokosit, ndërkohë që fryhet edhe veza me sheqerin. Edhe shumë e rëndësishme, panën e duam super të ftohtë. Kështu që para se ta frym, ta vendosim ke frigoriferi ose poshtë ke pjesën e ngrirësit, jetë spektakël fare. Inshallah nuk më sidhet tasi. Sepse nëse nuk është ftohtë, nuk fryhet edhe, shumë e rëndësishme të jetë ftohtë. Se kemi gjetur ananasin më të madh që ekziston. Po, sot kur e pash ke marketet Konad, wow, ky është ananas. Ky peshonte, por shumë e mirë se është maturuar në mënyrën e dur dhe si gjithmonë, i heqin pjesën e sipërme. Këtë mund ta marrni në vazë lulit të shtëpia. Po gjithsesi mos e jeni poshtë me gjethe do bëjmë një dekor shumë të lezetshëm që do ja vendosim sipër tiramisu, se nuk do e bëjmë në gota sot të vogla, po do e bëjmë porcion të madh. Pra, ananasit i bim fetën e parë nga sipër dhe fetën nga poshtë. Pastaj e qërojmë duke i shkruar se mas rrotullimit të saj. Po. Kini kujdes, mos bëni shumë skarto, sepse është gjynaf. Njuptja. Kam pas parë një prerje shumë fantastike në Tajland të ananasit, po nuk e kapa se nuk e kapa. Ajo që heqin lëkurën e dalin copa. Pastaj, jo, përveç asaj, i bin kanë disa thika shumë mdhaja prepse, i bin rreth e rrotull shumë me dorë, tak del kështu këtë si zinxhir rumbullak. Po, radhën tjetër që do shkoj, do t'i rri aty 24 orë, derisa të mësoj. Ole! Po su mërzisni këtu me sheqerin e me të verdhët e vezëve, se bën punën mikseri. Vetëm kur t'jesh sheqeri shumë i shkrivet, atëherë do i hedhim 500 gram mascarpone. Pra,
Kemi ananasi. Që kemi këtu, I heqim dhe pjesën e koprizave të vogla që kanë që mbeten. Po shumë njimet, që mos të konsumojmë sa më pak nga lëkura. Si që dini shumë mirë, ananasi ka thelbin brenda që është I fortë. Zemrën, e ka zemrën gur. E ka zemrën gur, për vërdet kështu në kuptimin e mirë t'jalës. Si që e konga, ma me konga ti je vajzme, zemrë guri, ananasme. Zemrë guri. Pra, e presim në mes. Gjithashtu edhe në mes përsëri dhe I heqim pjesën e fortë që ka këtu sipër, shumë pak. Ti kujdesh me thikës, sepse ne ja dim thikës dhe bëjmë vashavash, mos kërcej thika kënej edhe përveç zemrës heqim edhe në gisht. Ma ke gishtin gur. Jo, më falë, nuk e kam parë se sa me prema. Atëherë, heqim shumë pak nga pjesa e brendshme, që është e forta. Dhe mendoj, gjysë ananasi mjafton, pjesën tjetër mund ta bëni krem, lëng, mund bëni gjithçka që duhet. Edhe cittadini receta kësaj, legjenda e kësaj recetesh thot që nëse se këtu vetëm gjysma e vodkës duhet. Nëse pini përpara gjysmën tjetër të vodkës, receta del më mirë. Domethënë, është aprovuar se sa po e kemi pirë. Pra, dhe presim gjithçka kubike, jo shumë vogla dhe jo shumë mëdha që të duken te torta jonë që do bëjmë tiramisus. Unë jem gjatë tropikal tash me këto aromat e... Në mungojnë vetëm mojito dhe plazhi transparent me ujë transparent dhe me palma. Ja, kremi është bërë, shikojnë që kremi, opera. E tani hapim mascarponen për tiramisu. E gjeni ke marketet konat, frigoriferi. Edhe I shtojmë gjithë mascarponen duke e përzier avash, jo me shpejtësi shumë të lartë, sepse pastaj mund t'i bie densiteti dhe bëhet kremi shumë I langshëm se ç'duhet. Pra, marrim lugën. Hole! Sa fantastik është ananasi. Prandaj që nga shumë I madh ai, se pa është pjekur sa ç'duhet. Opa! Atëherë, zakonisht kur I vjelin këto, I vjelin shumë brapa, që ndërkohë që duhet një muj me ardh nga tregu europian, piqen vet, që gjatë banane, që hiqen jeshile, edhe kur na vin këtej, na vin të verdha. Hopa! Ja. Ego kemi edhe kremin. Tu gjithashtu dhe ananasin. Avash, e? Op. Zje mirë. Pra, I vendosim gjitha, se sot nuk kemi gatime fare, kemi thjesht vetëm montimet e vezës me mascarpone dhe gjithçka është fruta egzotike që kemi zgjedhur. Ne kemi zgjedhur këto fruta për bazë, mund përdorni edhe frut pasioni, çdo lloj fruti që duhet, që ju pëlqen më shumë ju. Boni gati në full fare dhe ca paracetamola që do ka bezimja kokës. Jo bezimja kokës. Dhe më thonë hani një racion se nëse për amëlsiret e tjera do hani 1, 2, 3 racione do shëndosheni, me këte sa më shumë të hani, aq më shumë bojni... Do bëni më shumë dru. Haj. Pra, kemi dhe arën e kokosit. Arën e kokosit mendoj se e kemi bërë njëherë në puntatat e kaluara. Por puntatat e ardhshme. Jo të ardhshme. Se të ardhshme nuk e dihet me këtë recetën si të shtojmë. Pra, koko ka vetin, që ju kemi thënë në mes me anën e thikës, jo nga ana e pret, sepse dëmtoni thikën dhe rrezikoni që t'ju vi mrapsh. Pra, nga ana e ana e tundër të thikës, e kurrigësit, do t'i bini nga pak rreth e rrotull dhe gjithë anët. Ka shumë pak, se pastaj ajo kriset vetë dhe del lëngu. Të majmë qik lëngu dhe edhe mërën ke vodka të zbusim pa. Yes. Pra, rreth e rrotull duke ra nga dalja, se shikoni që u ka krisur pak, dhe më thonë, nga I moment, t'i bini akoma më avash, sepse thyet në mënyrën perfekte. Nese nuk... Se po më therë me thikë. Nese nuk prisni do të kape arë kokosit, plasën tokë dhe hapet sekonda. Ja qikoni sa bukur që pritet direkt dhe...
e kemi këtu. Që se keni menduar ndonjëherë si ka mundësi që te publicitetet del larë kokosit perfekt rumbullake, ja kjo është teknika, që me thjesht. Se kanë prek shumë me sharrë ose do të merrin fleksin me flek. Shkoni te ato që bën dyert të aluminit, të thonë më fal, ma pret alumini, ma pret çikarën e kokosit lutën. Po marroj dhe lëngun. Pra, e pastrojmë mirë thikën edhe vendin sepse pjesa e arrës kokosit që është tharë këtu bën shumë thërrima që nuk na duhet. Te nga ana tjetër kemi një super krem ku tani do i heqim këto rrafset, do i lajmë shumë mirë sepse do frym panën, por që gjatë ky është super e mirë. Wow. Spektakël fare. Pam, pim, pum, pam! Pra e bim edhe anash që marrim thelbin e arrës kokosit. Që që lëvozhgën. Pam, 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 pam. Që shikoni del vetë, mjafton që dhe... Pastaj, për ta bajtur mirë, e fusim të qumshi vetë që ishte më parë. Voila. Lava këto. Oj. Fluturoj, arkokosit fluturuse. Arkokosit, fly arkokosit. Ja, kemi larë shumë mirë, e shumë rëndësishme që t'i larëm shumë mirë, sepse nëse kemi pis me kremin tjetër nuk fryhet pana, shumë rëndësishme. I montojmë edhe njerë. Marrim panën që ndërkohë është ftoft, është bën nona. Hop, edhe e frym. Avash fillimisht se pastaj kërcejnë piklat e panës gjithë ndaj, bëjmë i lamsh. Ose veni një përparse, ose atë veshën e atyre që shkojnë kosherë të bleta, që të shka me panë. Edhe me rjetë dhe me panë. A ki pa ato, se kanë miksër ato që merren me ndërtim, që përzin betonin. Po. Përzin edhe me atë e po desh. Ja pra, mjafton vetëm gjysma e arrës kokosit. Pastrojmë pak vendin, se arrë kokos ka vetin që të thashë më parë lëshon pak shërime nga lëvoshka. Shikoni këtej panë e ftofet sa shpejt fryhet, sepse merr ajrin më shpejt me përqindjen e vjamit që ka. Edhe normalisht sa më e ftoft, aq më e fortë bëhet. Edhe në këtë rast na duhet sa më e fortë që të jenë tiramisuja trin me kremin goxha. Për të mbetur në shijen tropikale që ju tha më parë, kemi marrë dhe lajm. Lajm do të thotë lëngu që ka brenda, prandaj i presim dhe këto për gjysëm. Dhe me shfrytëse, o mund i shfrytëni me dorë vetë, ose nëse keni një shfrytëse, si kjo. Nëse keni këtë maketet kone dhe i gjeni gjitha. Ose nëse keni lek, bleni një ato automatike me korrent. Ole. Para, pere, pere, pere. Para, pere, 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 pere. Pra e shkrydhi mirë që t'i dalë gjithë lëngu. Ka një aromë fantastike lajmi, është më e fort. Fantastik. Se limoni. Opo. Fryni panën sa më shumë, shumë rëndësishme. Yeah. E konsumove edhe. Konsumove edhe tasin. Dikur i binte kështu, e bënde me gjithçka me dorë. Tani, zhvillu popullsia. Me elektrike, me gjona. Pa i shkrydhi mirë limonet, e marrim gjithë lëngun. Pana super e fort. Ja ku i kemi. Ja, shkoni sa e fort është bërë. Perfekt. Kryem punë me panën, e tani do bashkojmë me pjesën e kremit tjetër. Po nga që kemi 2 tasa goxha plot, shikoni panën. Që nuk bie, kur nuk bjen.
Mund të bëni provën nga koka, po nuk ju shqetësoj se Që të shumë grotë brenda në shtëpi. Po nuk kanë se kam frikë se mos bie panë, kam frikë se mos shket tasi, bie tasi me gjithë panën sipër, kështu që Ma që kalon njëri pa daqe pandorës. Marrim një tenxhere të madhe ose një tas të madh. Ja ku kemi një tas perfekt për këtë gjën. Dhe i bashkojmë të dyja bashkë. Vola. Pra, sukon e lajmi që bëra parë do e bashkojmë direkt këtu te lëngu që kemi bërë me mente dhe vodka. Ke vodka. E kemi bërë, dhe me thonë, e kemi marrë gatshme. Por mund të merrni edhe vodka të bardhë pastër edhe mund ta bëni vetë me vodka, me si thuhet ajo, mente. Ose mund të bleni vetëm vodkën, s'ka problem. Tani na duhet lëpirë se ja e gjeta. Qofse doni një efekt më të madh. Jeni vetëm vodka. Po tjerë me sue, hëngra shparë më fare. Ola. Ja pra ku i kemi gjitha këtu anash. Kemi marrë dhe frutat fixalis, që janë fruta fantastike. Çdo gjë ekzotike. Ekzotike që trim në temën e tropikales. Vetëm mos i hani gjethet se janë helmus. Gjethet e fixalis që ose mbrojnë frutin që ka brenda. Dhe mjafton ti hapesh pak, shikoni sa të bukur del fruti dhe shumë i shishëm sepse ka një shije pak të athët dhe është plot proteina dhe vitamina. Ka super mirë, sidomos vitamina shpërthen nga vitaminat shumë mirë. Shikoni këtu tash vendosa kremin që kemi bërë me vezë, sheqer dhe mascarpone. Shikoni sa kremos që është fantastik. Dhe tani do i bashkojmë panën avash duke përzier nga poshtë lart. Shumë e rëndësishme kjo procedurë, shënojeni, sepse rrezikoni që pastaj të shfryhet dhe pana dhe kremi tjetër, edhe mos të rrinë kështu lart, si të bëhet e lëngshme, sepse ne do e lejmë këtë tava e qelçit, do e lejmë frigorifer, pastaj normalisht do presim, do e nxjerrim racionin. Nëse na bëhet kremi shumë i holl, nuk e nxjerrim dot pastaj. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Shikoni procedurën nga poshtë lart. Shumë e rëndësishme. Opa. Mos harrojmë që themi gjithmonë që tiramisut janë nga ëmbëlsirat më famous, më të njohura në botë. Normalisht nuk do të bëni vetëm tiramisu me kafe klasik, mund ta bëni me çfarë ju dojë zemra juve, me fruta pyetje, me lule shtrydhe. Me gjithçka, e kemi bërë edhe me lule shtrydhe një radhë. Prandaj me gjithçka, por do të keni edhe kujdes që ta leni tiramisun pak në 3-4 orë në frigorifer, sepse është akoma më mirë. Sa më shumë të në frigorifer është më mirë është kur ta konsumoni. Është fantastik. Ola. Paktën një 5 orë. Kështu që duroni pak, por do keni një rezultat më të mirë. O lele, panën e shtojmë në 3 herë. Opala, qa kremi mrekullueshëm. Shumë i bukur. Pra, që kemi thënë gjithmonë, përgatitim gjithë gjërat, ndërkohë dhe Alfio po përgatit kremin. Kemi dhe biskotat savojard dhe amaretat. Ole. Shikoni, po bëhet akoma më kremoze, shikoni sa fantastike është. Mra pak. S'ka gjë se lëpirësja rekuperon çdo gjë. Ole. I shojmë edhe pjesën tjetër të panës. Kemi bërë një krem super spektakël. Ola. Edhe gjithmonë nga poshtë larte. Si provohet ku kremi është gati? Si provohet kremi ku është kështu? Biskotën te. Ku biskota, hop. Special. Wow. Ka një shije fantastike që kanë edhe likor me bajame brenda, që jep një aromë super të mirë. Kremi është jo gati, po super gati. Ju shpjegojmë pastaj se ti montojmë në tavën. Është një tavë qelçi është më ideale që duket dhe bukur edhe copzat e ananasit, edhe copzat e biskotës, edhe të amaretave brenda. Nona. Pra, marrim qezën e pasqyqërisë. Ola, mbushim me krem. Edhe jemi gati, kemi gjitha produktet gati, edhe vazhdojmë direkt me montimin e gjërave. Ola. Okej, më mirë. Ska gjë më të bukur që ti përgatitni gjithë gjërat gati dhe pastaj keni shumë thjesht, pastaj të kompozoni çdo lloj ëmbëlsie. Pjesa e vështirë është përgatitja e gjithë gjërave, pastaj kompozimi është thjesht loj, argëtim. Ola. Kemi kremin. Edhe tani osa çfarë kremi. Na. Shkoni sa bukur. E mbushim gjithandej.
Me të njëjtën kohë marrim edhe biskotat, Savoyard, dhe i gjysim të lëngu i vodkës me mente që kemi bërë dhe lajm. I bëjmë biskotat tap, domethënë. Tap biskotat direkt. Edhe i vendosim në rresht gjitha. Mjafton vetëm pak zhytje, shumë pak. Edhe amaretat i thërmojmë kështu i vëmë nga pak brenda. Shkojnë sa bukur, mund ta quajnim edhe Hulk. Tiramisu Hulk. Ose me nerva, se Hulku bëhet i shil vetëm kur bëhet me nerva. Hulku në panik. Në panik. Ose tap. Pra, i vendosim e mbulojmë gjithë pjesën me biskota. Ti qiptose nuk na duhen më. Ole! Lagën i mirë biskotat dhe se do e marrin i qik alkoholin. Nasta tillë, Spektakël. I thym kull, do e keni si puzzle për kompozim, ku mungon biskota, mjafton ta thyni dhe meni mizurat vogël. Vet, ja. Ose nëse nuk dini, mund të punësoni një arkitekt për thyr biskotat. Edhe vazhdojmë të shi tufa, i hedhim dhe copëzët e ananasit. Tani nga pjesë ke shtresa e dytë i hedhim, do bëjmë një shtresë plot me ananas. Edhe pak fare arkokosi, pak në mes dhe pak në fund fare që të bëjmë ato skaljet e bukura. La. Okej. Këto pikat do të mi bo vetëm fund, do tani më mjafton ta mbushim me krem. Është shumë e thjeshtë. Hop. Pra e mbushim mirë me ananas tani. Voila! Duket bukur edhe jep shije akoma më të mirë. Super ananas. E mbushim edhe herë qesën. Shkoni sa bukur. Hop. Pra, ananas, biskotat e amaretave. Ua, sa i fortë është ky kremi, spektakël fare ka dalë. Pak arkokosi. Oh yes. Fillojmë përsëri biskotat, shtresën e fundit biskotave. Ola. Këtë pjesën e fundit do e bëjmë me maje kështu të larta. Që dali sa më bukur. Do ndim. Ja, më ndihmo. Hople. Duke vendosur, duke shtypur. Hopla. Nona. Ja se kjo është i qik më e fort. Të vendosim këtë. Dhe i hapim pak fare biskotit që të rri sa më shumë krem pastaj brenda. Dhe ja ku e kemi. Yes! Tani, vazhdojmë me kremin edhe kjo është procedurë i qik delikate se duhet pak dora pap. Dhe me thanë, do shtypim pak krem edhe të lëshojmë shumë, hop. Ola. Si bëjmë gjitha maje. Hopa. Hop. Wop. Wow. Duhet pak durim, por rezultati final pastaj del super i mirë. Super i bukur. Ode. Në kohë bëj disa skalje me kokos, sarra kokosit. Cocobello, si thënë atje në Itali. Cocobello. Vizin në Itali ato që sesin fruta nëpër plazhe dhe cocobello. Napoletan të jugut. Shesin arkokosi. Hopla. Me qeusë patatës bëjmë dhe disa skalje, që thonë në gjuhën italiane. Feta të holla. Feta të holla. Apo si thënë shkote fije. Fije, si që ta më shumë nuk qërën vetë patate këto, po. Qëroj çdo gjë. Qërusën e patates. Sot e kemi qërus arkokosi. I vendosim emra ndryshëm çdo ditë. Pop. Sa lezet me të qufat që. Hop. Vola! Che bello! Che bella sei! Kremin që ngellet. E mbajmë. Ose japim komshiu të bëjë tiramisu tjetër. Ka të brut ca krem në bëjë tiramisu.
Allora, për dekorin tash I vendosim disa amareta, po kështu pa nej shkencë të madhe, ku ti doni, si ti doni. Disa skalje të vogla që bëjmë me arrën e kokosit. Ole. Ca copë ananas. Gjithashtu. Dhe ku gjeni vend, veni dhe pizzalis. Tiramisu tropikale. Për 6 persona ju duhen një pako biskota savoiardi, 8 vezë, një ananas, një arë kokosi, 300 ml vodka me mente, 250 gram sheqer, 500 gram mascarpone, 300 ml pana, një shkop vanilje, 2 lajmë, 10 pisalis. Pra kjo ishte receta super fantastike për sot, mos harroni që ne shihemi çdo ditë nga hëna deri premte në krip dhe piper. Receta fantastike dhe me ëmbëlsira fantastike si e sotmja. Edhe mega çuditshme, super çuditshme. Faleminderit që ishme ne. Mirupafshim. Kohemi. Ciao. Ciao belli.